Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u ka thënë shqiptarëve në luginën e Preshevës se ata duhet t'i kenë të drejtat e njëjta si serbët që jetojnë në veri të Kosovës. Rreth 2000 shqiptar kanë mirëpritur Ramën të martën në këtë qytet. Kryeministri i Shqipërisë ka qëndruar të hënën në Beograd. Në Sarajevo, Arkiva Shtetërore e Bosnjës ka hapur një ekspozit të fotografive për të shënuar ditën e armëpushimit. Kjo ditë përkon me ditën kur ka përfunduar lufta e parë botërore. Ekspozita ndodhet vetëm disa metra larg vendit ku është vrarë trashëgimtari i Habsburgëve, Franz Ferdinandi më 1914. Kjo ngjarje dhe ka çuar në fillimin e konfliktit. Një numër ngjarjesh po mbahen këtë vit në Sarajevo për të shënuar 100 vjetorin e luftës. Në Kazakistan 2 gra dhe 4 fëmijë janë arrestuar përpara zyrës së presidentit në Astana në lidhje me një mosmarrëveshje për strehimin. Gratë duan strehim nga shteti të barabartë me banesat e tyre në qytetin pranë Ondiris, të cilat janë planifikuar për t'u prishur. Sipas tyre, parat që janë ofruar për apartamente nuk janë të mjaftueshme për të blerë shtëpi të së njëjtës cilësi. Trupat e 5 afganëve të cilët janë mbytur në detin e Zi derisa kanë bërë përpjekje të emigrojnë në Turqi janë kthyer në Kabul. Ministria e Jashtme afgane ka thënë se 25 nga 42 afganët që besohet se janë mbytur në incident janë gjetur. Ministria i ka bërë thirrje Turqisë që të dënojë trafikuesit përgjegjës për tragjedinë e javës së kaluar. Në Taxhikistan, një gjykatë në kryeqytetin Dushanbe ka dënuar një grua me gjobë prej $8.000 për shkak të udhëheqjes së një bordeli. Gjykata po ashtu ka njoftuar se gruaja, 36 vjeçe, nuk do të shërbejë dënimin me burgim për shkak të një amnistie nga qeveria. Mbi 500 njerëz janë arrestuar prej se Taxhikistani ka nisur të godasë prostitucionin në muajin qershor. Ishin këto video lajmet e radios Evropa e Lirë.